Zotri, një ndër protestuesit që po niseni sot drejt Tiranës, cila është arsyeja kryesore që po dilni sot në protestë? Arsyeja janë gjitha kryesore. E para, çmimi i naftës. E dyta, korrupsioni i pa imagjinueshëm. E treta, vetë kryeministri që ne po dalim ta kundërshtojmë, deklaron disa herë që unë ka bërë reformën drejtësi, unë nuk pengoj reformën drejtësi, në të njëjtën kohë kur ajo akuzohet jo nga ne, nga opozita, akuzohet nga vetë spaku që e ka bërë kjo ose Amerika. Tani që erdhi këtë bacja vetë, thot jo, pse? Pra ne po dalim që të arëzojmë me mundësi tona. Se vështirësitë e qytetarëve sot, edhe kur dilin protestë, duke qenë se ju hedhin shpesh gaz të Po. Edhe sot e presim na hedhin gaz. Po ne s'kemi gjë në dorë tjetër. Protestë në zëmrimin. Ne nuk do marrim automatik që ti luftojmë edhe automatik. Neve dalim të protestojmë, të shprehim indinjatën tonë, po s'kemi që bëjmë më shumë se kaq. I bëjmë thirrje gjithë popullit vi atje. I bëjmë thirrje edhe ndërkombëtarëve ta shohin këtë punë. Se ky Abasi kal pa frena. Faleminderit.